natë. Të fleja të mos fle. Do shta mleti nuk do më vriste, por do shta do më zinte me kur. Hej ti, Amleti duke thirrur si çmendur, mos më deformo fjalët. Dhe pikërisht nda jam në dilemë. Të fle ato mos fle. Hej Amlet, jetima të drejq fjalësh të mallkuara. Të jesh a mos të jesh, se nuk e di. Vërtet nuk e di për teja ti gjumit do jem, a nuk do jem. Nuk e di. A do kthej kokën nga dritarja në zgjim. Edhe të them, qeli dhe një ditë, Zot të qofsha fal, se nëse nuk do jem, do më vinë ndërmend fjala e qelatit, i dënuar dëshirën e fundit, dhe si hapur ndryshëm, më vjen ndërmend ajo dëshira e rëndomt. Më jepni një krër. Ndoshta do ta kërkoj edhe unë një krër, ndoshta jo për flokët, për një krër kohe. Të më kre kohën, që i mbusha ditët e jetës time si flok të pakrehur. Ndoshta s'mundesh. Ti pan ditët e tua të rëmujshme, krëri kohës nuk të vlen më. Kërkoj një dëshirë të vlej. E kam një dëshirë. Dua dita të më bëhet vit. E dua të ditë. E dua të shkruaj në orët muaj, në minutat javë, në sekondat ditë. Dua të jetë aq i gjatë sa dita e sekondit të fundit, që mos më gjej me laps në dorë, dhe unë duke bredhur për një thikë, laps pa prehur. Diku një vit, dhe kur kujtohesh se duhet të shkruash, ndjen një dorë nga pas dhe pëshpërimo në vesh. Eja, mbaroi viti që të dhash, dhe unë i trembur jo nga ikja, por që nuk munda kujtimet e në letër. Ma atë ditë, vit të dëshirës time zolëras, e i prit. Ti fal ato 2 kalendar që pa të ëndër, vajzën tashonuse e djalin dhëndër, vetëm për një fjalë. Dhe nëse lapsi është akoma pa prehur, do të qire, e me zërin tim të shkruaj në kohë, më fal.